Miqtë e mi, përshëndetje. Shumë pak njerëz rriten me dëshirën për t'u shërbyer të tjerëve. Megjithatë, njëri prej tyre ishte edhe personazhi i historisë sonë të sotme. Pasi përjetoi një eksperiencë që i ndryshoi jetën, ajo ndoqi një rrugë që e çoi në Japoni, Evropë dhe në shumë vende të tjera. Ajo kërkonte mënyra nga më të ndryshmet për ndihmuar të tjerët, duke i shërbyer atij që ajo e donte me gjithë zemër. E gjitha këto i bënte sepse zemra, mendja dhe jeta e saj ishin të lira nga prangat. Eja shpejt, ka ndodhur një aksident. Shpresoj të mos i ketë ndodhur gjë Donaldit. Ki besim të Perëndia, zemër. Është Donaldi. Është mirë. Është pa ndjenja. Çfarë ka ndodhur? E ka shtyr për një makinë. Sikur ta dija që do t'i ndodhte diçka. Jam lutur për të. Duhet ta dërgojmë menjëherë në spital. Perëndi i dashur, mos lejo që të vdes. Të lutem, lëre të jetoj. Miqtë e mi, po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore, histori këto që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetimi ju ftoj të ndiqni programin me numër 312, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Si është djali, doktor? Kam frikë se jo mirë. Për shkak të tronditjeve të mëdha mund të ketë plagë të brendshme dhe është paralizuar nga mezi e poshtë. Mund të mos jetë më në gjendje për të ecur. Prindrit nuk do donin të dëgjonin kur këto fjalë, veçanërisht nëse jetojnë në një vend të huaj, pa pasur burime për të mbijetuar. Pas luftës së dytë botërore, Martha Hogg dhe bashorti i saj kishin zgjedhur të jetonin në Japoni për të ndihmuar banorët e vendit. Kjo është dëshmia e saj e vërtetë që tregon pse ajo dhe bashkëshorti i saj shkuan atje dhe çfarë arritën të bënin. Dëshmi që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Unë kam lindur në Dixon të Tennessee. Isha fëmijë i dytë mes 3 vëllezërve. Pasi bleu një fermë, i mat hapi një biznes me lëndët e drurit i cili lulëzoi. Me ndihmën e punëtorëve ai rriti lop, dele dhe pula. Nëna kujdesej për ne fëmijët dhe për shtëpinë. Megjithatë, me fillimin e depresionit të madh, biznesi i babait falimentoi. Më pas humbëm fermën. I mat nuk e humbi asnjëherë integritetin dhe besimin e tij. Ne gjithnjë luteshim, lexonim Biblën dhe këndonim së bashku, por vëllai i madh nuk donte. Mirë pra fëmijë, me që jeni rehetuar, tani do të fillojmë studimin e Biblës. Do të lexojmë nga Psalmi 27, vargu 1. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës sime. Nga kush do të kem frikë? Kështu është Perëndia ynë. Ai gjithmonë i mbulon me dashuri njerëzit e tij, i ngushëllon edhe i drejton ata. Ai është më i madh se situatat e vështira me të cilat përballemi. Psalmisti vazhdon mëtej dhe thotë: Edhe sikur një ushtri të dilte kundër meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlqiste kundër meje, edhe atëherë do të kisha besim, sepse ditën e fatkeqësisë ai do të më fshehë në çadrën e tij, do të më fshehë në një vend sekret të banesës së tij, do të më lartoj mbi një shkëmb. Edhe kush është ky shkëmb? Jezusi. Të lumtë, Marta. Jezusi është shkëmbi. I mate kishte ndërtuar vetë kishën ku shkonim dhe kishte paguar para për të. E dila ishte dita kushtuar Perëndis, ndaj e kishim të ndaluar të luanim me top, të shkonim për not, ose të shihnim të tjerët tek luanin. Atë ditë ne vizitonim të sëmurët. Një të diel, kur isha 10 vjeç, isha ulur në kishë. Pikërisht atë ditë kuptova se isha mëkatare dhe se kisha nevojë të shpëtohesha. Pranova që kisha gënjur dhe që nuk i doja të gjithë njerëzit. Kur pastori na ftoi të bënim lutjen e shpëtimit, diçka që nuk ndodhte shpesh, unë dola përpara kishës e përlotur. I mat më drejtoi tek një stol dhe ul pranë meje. Pse po qan, Marta? Sepse jam mëkatare dhe nuk dua të shkoj në ferr. Dua që Jezusi të më shpëtojë. Kjo është gjë e mirë, zemër. Bibla thot se ne të gjithë mëkatojmë. Ndaj është më mirë që ti i pranon mëkatet e tua. Edhe ke të drejtë kur thua që paga e mëkatit është vdekja.
ndarja e përjetshme nga Perëndia. Por gjithashtu Bibla thot se Zoti na do aq shumë sa dërgoi Jezusin që të paguante çmimin e mëkateve tona në kryq. Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. E beson ti, Marta, se Jezusi vdiq për mëkatet e tua? Po, babi, e besoj. Atëherë pendohu për mëkatet dhe kërkoj Jezusit të të shpëtoj. Ai do ta bëj. Atë ditë pranova Krishtin si shpëtimtarin tim, dhe për shkak të atij vendimi që mora, gjatë gjithë jetës sime kam pasur gëzim. Në moshën 14 vjeçare ne shkuam të jetonim në lindje të Tenesit. 2 biznesmen e mashtruan babain, dhe ai u detyrua ta shiste fermën pa i denoncuar ata. Për muaj të tërë, ai punoi si përgjegjës në një fabrikë druri. Nesër do t'jap dorëheqjen nga puna. Pse, çfarë ka ndodhur? Sot zbulova se lënda e drurit kategorisë B që transportohej me tren shitej si e kategorisë A. Ai e tregove pronarit? Po, dhe ai më kërkoi të heshtje. Më tha se ky biznes po shkon mirë dhe po fiton shumë para. Por kjo nuk është e drejtë. Unë i thash se nëse biznesi bëhet kështu, atëherë në mëngjes dorëheqja ime do t'ishte mbi tavolinën e tij. Imat kishte një reputacion të mirë, dhe kjo e ndihmoi të hapte biznesin e tij për përpunimin e drurit në Johnson City. Nuk kishte kaluar shumë nga koha kur ai dha dorëheqjen. Kështu, ne u shpërngulëm në këtë vend. Shembulli i integritetit që mora prej tij më ndihmoi të gjeja vendin tim në kish. Nëna ishte ajo që më inkurajoi. Zemër, duam të të themi diçka. Çfarë ka Ana May? Babi, kur fillova të jepja mësim në shkollën e së dielës, zbulova që literatura që përdoret atje flet pak ndryshe për mrekullitë e Biblës. Ndaj kam përdorur materiale të tjera që përputhen me Biblën. Të lumt, Marta. Sot erdhi pastori dhe më tha të përdorja literaturën që shkolla ofron. Ndryshe nuk do t'jap më mësim atje. Gjithashtu më tha se nuk mund të shkoj në konferencën e të rinjve në Asheville, sepse atje do të mësohen thjesht gjëra elementare pa vlerë. Po ti çfarë i the? I thash se nëse nuk do të mund t'ju mësoj të tjerëve fjalën e pagabueshme të Perëndis, atëherë do t'jap dorëheqjen. Unë e dëgjova të gjithë bisedën dhe i thash atij që unë gjithashtu do t'jap dorëheqjen. Do t'i çoj fëmijët në një kishë që beson dhe mëson Biblën. Shumë shpejt Imat filloi të vinte me ne në kishën e re. Unë shkova në konferencën e të rinjve, por e gjithë java ishte luftë për mua, sepse nuk doja që të bëhesha misionare. Vazhdimisht i thosha Perëndis se nuk isha personi i dur për të shkuar në mision. Unë kisha frikë nga buburrecat dhe gjerprind. Më pëlqenin pajisjet moderne shtëpiake dhe në shkollë lënda që nuk më pëlqente ishte gjua e huaj. Por në fund, ja dorëzova jetën time Perëndis, duke u treguar e gatshme për të shkuar ngado që ai do të më dërgonte. Pasi përfundova shkollën e mesme, fillova të lartën në një universitet lokal, ku profesori biologjisë tallej me besimin tim. Zonjusha Kovani, si mund t'ju ndihmoj? Dua të di pse më keni vendosur 5 në provimin përfundimtar dhe 6 në detyrën e kursit. Unë kam marrë gjithë një 10 tek detyrat e shtëpisë dhe i kam përfunduar në kohë detyrat në klasë. Jam e bindur që në provim kam shkruar përgjigjet e sakta. Por në fund të fletës së provimit ju kishit shkruar: "Këto janë përgjigjet që ju na keni mësuar në klasë. Por unë besoj se Perëndia është ai që e krijoi botën dhe Perëndia nuk gënjen. Bibla është e vërtetë." Unë këtë besoj, zotri. Zonjusha Kovani, ju nuk keni mësuar të mendoni siç duhet në klasë. Prandaj ju kam vendosur ato nota. Mbase një ditë do të mësoni të mendoni ndryshe. Po atë vit, hoqa dorë nga roli im si drejtuese në një shkollë muzike, sepse disa pjesë muzikore ulnin vlerat e Biblës. Tashmë kisha disa vjet që këndoja në radio. Një ungjilltar dhe bashkëshortja e tij më kërkuan të udhëtoja me ta. Për thuajse një vit këndova si soliste dhe mësova shumë gjëra për vendin. Por gëzova shumë kur u ktheva në shtëpi. Vitin tjetër zgjodha të shkoja në një shkollë të krishterë në Chicago. Atje njoha Donnie Hawkun. Ai ishte pastor në një kishë ku më kishin ftuar të këndoja. Një natë më vonë, pasi mbarova punën në orën 10, pash që ai po më priste jashtë në të ftohtë, në mes të dëborës, dhe më shoqëroi në shtëpi. E di që më pëlqeu kënga që këndove mbrëm. Ke një zë të bukur. Faleminderit. Po marr mësim e kantoja.
Të pëlqen shkolla këtu? Pas eksperiencës që pata në universitetin laik, kjo është parajs për mua. Më është dashur të kursej para për të paguar tarifën e shkollës edhe ende duhet të bëj punë të ndryshme për të shlyer të gjitha detyrimet financiare që kam. Punë të ndryshme? Çfarë punësh bën? Kryesisht kujdesem për fëmijët e vegjël. Por gjithashtu punoj si kuzhiniere në godin. Ndonjëherë pastroj shtëpi të ndryshme, kështu. Perëndia do ta shpërblej një ditë zellin tënd, Marta. Unë jam diplomuar vjet në Universitetin e Wheatonit. Në fakt prindit e mi u shpërngulën këtu në mënyrë që unë të jetoja në shtëpi gjatë kohës që isha student. Do të doja shumë që edhe familja ime të jetonte këtu. Instruktori im i kantos, edhe një profesor tjetër, janë shumë të interesuar për talentin që kam. Kam pasur mundësi të rritem në besim sepse kam parë ecjen e tyre personale me Zotin. Dashuria që kam për Perëndinë edhe për fjalën e Tij e ka bërë më të fortë marrëdhënien tonë. Dua shumë që ti të vish edhe të njihesh me familjen time. Ky ishte vetëm fillimi i një miqësie të bukur dhe i dashurisë sonë. 4 muaj pasi filluam të dilnim bashk, unë ushtrova në spital me apendektomi dhe Doni erdhi të më takonte. Atje ai më propozoi të martoheshe. Unë i thash se nuk ishte koha dhe vendi i dur për të marrë një vendim të tillë. Doni më kërkoi që të lutesha dhe ne dolëm së bashku për 8 muaj të tjerë. Ai më propozoi disa herë. Marta, ende nuk më ke kthyer përgjigje për propozimin që të kam bërë. Doni, ti je djalë i mrekullueshëm, edhe një mik i mirë, por Mos më thuaj që duhet të mbarosh më parë universitetin. Unë dua të di arsyeën e vërtet. ti ke çdo cilësi që unë kërkoj tek një bashkëshort. Por ti je pastor në Amerikë, ndërsa unë dua të shkoj të shërbej anë mban botës si misionare. Nuk mund të lidhem shumë emocionalisht me ty. E di shumë mirë që dëshira jote është të shërbesh si misionare. E përmende këtë fakt kur dhe dëshmi në kishën time. Po Perëndia më ka thirrur që edhe unë të jem misionar. Gjatë kësaj kohe kam pritur për vajzën e duhur, edhe besoj që ti je përgjigja e Perëndisë për lutjen time. Tani a dëshiron të martohesh me mua? Ne u martuam në korrik të vitit 1945 në kishën time në Tennessee. 2 vjet më vonë u shpërngulem në Kolumbi dhe më pas në Karolinën Jugore, ku Doni u bë asistenti presidentit të një shkolle biblike. Ati lindën 2 djemë tanë dhe në vitin 1950, Doni ndërmori një udhëtim të shkurtër si misionar në Orient. Në pranverën e vitit 1952, ne u pranuam nga një grup misionarësh dhe Doni dha dorëheqjen nga shkolla biblike. Do të shkonim në Japoni. Në tetor të vitit 1952, ne shkuam në Japoni me djemtë tanë, njëri 2 dhe tjetri 4 vjeç, dhe jetuam në një anije në Yokohama. Unë dhe djemtë pritëm në Tokyo derisa Doni gjeti një shtëpi në një fshat malor ku studiuam gjuhën japoneze së bashku me 35 misionar të tjerë. Banesa që morëm me qira ishte një barake që ndodhej vetëm 1 metër larg rrugës. Ajo ishte e palyer dhe dyshemeja në kuzhinë ishte shumë e pistë. Shaka është kjo? Jo, nuk është shaka. Ky është i vetmi vend që mund ta gjej. Mirë, do të jemi shumë mirë këtu. Duhet vetëm ta lyejmë këtë vend, edhe do të duket për mrekulli, pa. Do të gjej edhe një zdrugtar që ta shtrojë dyshemen e kuzhinës me dru. Vetëm një rubinet paska, do me thënë, nuk kemi ujë të ngrohtë. Jo, nuk kemi. Vaska e ujit ngrohet nga një kusi atje jashtë duke djegur dru. Dhe vaska është kjo copa e madhe e drurit këtu? Po. Soba e gatimit është me vajkur, po ambienti si ngrohet. Kemi ngrosi me vajgur në dhomën e ndënjes. E po, gjatë kohës që kam qenë në shkollën e lartë, kam pastruar shtëpinë e 2 të moshuarve, edhe më është dashur të ulem për tokë për të larë dyshemen. Ndaj mendoj se Perëndia ka qenë duke më përgatitur për shtëpinë tonë të re, Doni. Tek letra Filipianëve kapitulli 4, apostulli Paul tha: "Unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam." Çdo mëngjes, 5 herë në javë, në shtëpinë tonë vinin mësues të ndryshëm që na mësonin gjuhën japoneze. Pas diteve bënim detyrat e shtëpisë. Qëndruam atje 2 vjet dhe shpesh sëmureshëm. Djemt tan kaluan sëmundje të ndryshme virale, fruthin, lin dhe gripin, ndërsa Doni nefritin. Pas disa ditësh dhimbjesh të forta më dërguan në spital në Tokyo, duke ecur përmes rrugëve të mbuluara me dëbor, ndërkohë që për fëmijët u kujdes një misionar. Doktori mendon se ke probleme me tëmthin, Marta. Shpresoj të më japin diçka për lehtësimin e dhimbjes. Kanë për të dhënë morfin. Do të më operojnë pastaj? Është mirë të presim deri nesër në mëngjes.
Më parë dëgjova infermierët që po thoshin se ke nevojë për transfuzion gjaku, po në spital nuk disponojnë gjak të grupit tënd. Në fund po thoshin gjaku gjak është, do t'i japim atë që kemi. Jo. Atëherë, më vjen mirë që jam e mbuluar me gjakun e Jezusit. Edhe unë zemër. Po ti mos ke frikë se do bëhesh mirë. Do të qëndroj disa ditë me ty, edhe më pas do të kthehem tek djemt. Mua nuk më pëlqen të qëndroj vetëm në spital. Edhe në spitalin e Chicagos vetëm ndenja kur më hoqën apandesitin. Po ti nuk je kur vetëm, Marta. Zoti është me ty. Po, e di. Nuk do të harroj këtë, Doni. Për shkak të përkeqësimeve shëndetësore që kemi pasur, drejtori i misionit mendon se duhet të kthehemi në Amerikë. Jo, Doni, jo. Jo. Perëndia na ka thirrur që të shërbejmë këtu, edhe Satani po përpiqet të na shkurajojë. Qëndrova në spital për javë të tëra, dhe më pas shëndeti im u përmirësua. Zoti më dha forcë dhe guxim, ndërkohë që studioja fjalën e tij. Kur u ktheva sërish në shtëpi, vazhdova të mësoja gjuhën japoneze. Megjithse gabimet që bëja ishin qesharake. Një mik nga vendlindja jon kishte shërbyer në flotën detare të Shteteve të Bashkuara në Yokohama. Ati kishte njohur një djalosh japonez që ai e quante Johnny. Johnny merri me ngarkim shkarkimin e mallrave në anije dhe vinte na vizitonte shpesh, sepse donte të mësonte gjuhën angleze. Jeni shumë të sjellshëm që më ofroni ushqim sa herë që vi tek ju. Ne e bëjmë me gëzim këtë gjë, Johnny. Të duhen 6 orë për të ardhur këtu nga Yokohama. Po nuk mund të të lëm të kthehesh i uritur. Patjetër që do hash me ne. E po, ja që familja ime nuk është kështu si ju. Ende i gjallë janë prindrit e tu? Kush e di, ime më asnjëherë nuk u martua me timat. Kur unë isha i vogël, ajo më braktisi. La tek disa të afërm dhe ata nuk më duan. Kështu që duhet të kujdesem vetë për veten. Më vjen keq për këtë. Por Perëndia të do, Johnny. Edhe ai dëshiron që ti të bëhesh pjesë e familjes së tij. E po, ka i shumë Perëndi sa ka sot, Doni, nuk dua të pesdis ndonjërin prej tyre. Jo. Ekziston vetëm një Perëndi i vërtet. Ke dëgjuar ndonjëherë për ungjillin, Johnny? Po, miku juaj në flotën detare flet shumë për Perëndinë e tij, por unë nuk e kuptoj. A di ti se çfarë është mëkati? Mëkati? Po, mëkati. Ti mëkaton kur gënjen, vjedh, ose kur bën gjërat që Perëndia na ndalon të bëjmë. Por për të mbijetuar ne duhet gënjejmë dhe të vjedhim ndonjëherë. Perëndia thotë se ne të gjithë jemi mëkatarë dhe mëkati na ndan prej tij. Ne nuk mund të bëhemi të mirë për të, sepse ai kërkon të jemi të përsosur. Edhe paga e mëkatit është vdekja. Po ne të gjithë vdesim. Po, por ekziston edhe një vdekje e dytë, ditën që do të gjykohemi nga Perëndia. Edhe kjo vdekje e dytë është ndarje e përjetshme prej tij. Ne do të shkojmë në një vend që quhet Ferr. Edhe në Ferr ka vetëm dhimbje e mundim. Por lajmi i mirë është ky. Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Jezu Krishtin, që të paguante për mëkatet tona, në mënyrë që ne të bëhemi të përsosur në sytë e Perëndisë. Kështu ne mund ta kalojmë përjetësinë në parajs me të. Oh, kjo është pralla më e bukur që kam dëgjuar ndonjëherë, Doni. Jo, Johnny, jo, nuk është përrall. Nuk është përrall. Fjala e Perëndisë thot këtë. Perëndia nuk ka për të të falur nëse nuk pendohesh për mëkatet edhe nuk vjen tek Jezusi për t'u shpëtuar. Ai vdiq në kryq për ty. Edhe tani të ofron jetë të përjetshme. Johnny, a do të doje ta pranoje Krishtin si shpëtimtarin tënd? Oh, jo, jam pak i zënë për këtë. Johnny ishte një djalosh i ashpër, i cili kishte një fjalor që linte për të dëshiruar edhe pinte tej mase shumë. Por djemtan e donin, sepse ai u mësonte karate. Ne i mbajtëm kontaktet me të për më shumë se 2 vjet. Do me thënë, soba ju e vajgurit më mori flak, Po, me sa duket ka pikuar diku edhe ka marrë flak. Dola nga shtëpia dhe i kërkova ndihmë disa fermerëve. Unë bërtisja duke thënë, he, po ata vazhdonin prashisin tokën. He, do të thotë zjarë në sobën e kuzhinës. Duhet kishe thënë, kaxhi. Po, e di, ma mësuesi i gjuhës japoneze, por më vonë. Më vjen mirë që shtëpia nuk u dojq, Doni. Është Perëndia i që na ruajti. Tani bëj mirë të shoh se mos më është djegur orizi mbi sobë. Më fal pak. Johnny, e diti që Bibla flet për një liçen zjarri?
I cili është vdekja e dytë për ata emrit të cilëve nuk është shkruar në librin e jetës. Zoti Hok, edhe unë desha të bisedoja pak me ju për këtë gjë. Më thuaj. Duaj që Zoti juaj të bëhet edhe Zoti im gjithashtu. Ne u gëzuam shumë që Gjoni u lut për ta pranuar Zotin atë ditë. Djemt tan ishin 5 dhe 7 vjeç kur u shpërngulëm në Tokyo në një shtëpi të re që misionarët ndërtuan posaçërisht për ne. Një fqinje nuk ishte e qetë që në lagjën e saj banonin amerikan, sepse bashkëshorti i saj kishte vdekur në Hiroshima. Siç e kishte zakoni atij vendi, unë i bleva një dhuratë dhe i ftova fëmijët e saj të hanin me ne, e po ashtu të luanin me top. Por ajo vazhdoi të ruante distancën. Si po shkojnë gjërat me zonjën Shibata? Zoti më dha një ide fantastike sot. Çfarë ideje? I kërkova të më ndihmonte me gjuhën japoneze. Mos më thuaj që pranoj. Pranoj që ç'ke me të. Ajo tha se shqiptimi im lë për të dëshiruar dhe se do të më ndihmonte 2 herë në javë nga 2 orë. Do ta lexoj dhjatën e re me z në mënyrë që ajo të më korrigjoj. Ide shumë e mirë, zemër. Po ty si të shkoj dita? Misioni dëshiron që të vazhdoj me planet për hapjen e një shkolle të krishterë këtu. Ti do t'jesh drejtori i saj? Po. Në Kolumbi Perëndia na trajnoi që të ishim të përgatitur për të hapur shkollën këtu. Ai është mjeshtër i planeve madhështore. Gjithnjë ka një plan të mirë për jetën tonë. Kur unë dhe fqinja mbaruam së lexuari 4 ungjit, ajo pranoi Krishtin si shpëtimtarin e saj. Dhe më pas solli edhe një mikesh duke më kërkuar që t'i flisja për Jezusin. Vazhdova t'ju dëshmoja fqinjve duke ofruar mësime gatimi amerikane dhe duke folur për Zotin. Djemtan hyn në adoleshencë dhe një natë djali ynë Donaldi mori trenin për të shkuar dhe për të luajtur me top me miqtë e tij. Por kur po kthehej në shtëpi, e shtypi një makinë. Atëherë mjekët thanë se ai mund të mos ecte më kurrë. Zot, ne ta dedikuam ty Donaldin kohë para se ai të lindte. Të lutem o Perëndi, kurse e jetën e tij, lejo që të ecë sërish. Ti mund ta shërosh atë nëse është në vullnetin tënd. Ne duam që të bëhet ashtu siç ti do. Do t'ishte më mirë për ne që ai të mos ecte kurrë se sa të mos kishte një marrëdhënie me ty. U bëft vullneti yt i përsosur. Amen. Djali ynë u shërua, dhe jo vetëm që mundi të ecte, por mundi të luante sporte të ndryshme, përfshirë futbollin. Unë vazhdoja me mësimet e mia të gatimit, duke trokitur derë më derë për të ftuar gratë fqinje. Njëra prej tyre ishte zonja Komada. E ftoja atë muaj pas muaj, por ajo refuzonte të vinte. I dërgoja dhurata dhe kartolina. Një ditë, kur po piqja disa ëmbëlsira për një festë që do të bëhej në shkollë, ajo u shfaq tek dera e shtëpisë dhe e ftova brenda duke i ofruar çaj. Ne folëm në gjuhën japoneze. Kam ardhur të flasim për Perëndin tënd. Për 3 vjet më ke dërguar kartolina dhe broshura. Për 3 vjet ke trokitur në dyert e fshinjve duke i ftuar gratë në studimet biblike dhe mësimet e gatimit. Disa të kanë injoruar dhe disa të tjera janë treguar të pasjellshme me ty. Dhe gjatë kësaj kohe kam pyetur veten, pse vazhdon të na ftoj? Dhe kam menduar se ajo që ti beson duhet të jetë me të vërtetë e rëndësishme, sepse ndryshe do kishe hequr dorë. Prandaj kam vendosur të zbuloj se kush është ky Perëndi tek i cili ti beson. A mund të më tregosh më shumë për të? E po, fillimisht dua të them se Perëndia të do. Bibla thot, Perëndia është dashuri. Në këtë është dashuria. Jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne, edhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Gjithashtu thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton. 2 orë më vonë, ajo pranoi Krishtin si shpëtimtarin e saj dhe u largua e gëzuar. Gjatë 22 viteve në Japoni, ne njohëm shumë njerëz të këndshëm. Më pas, në vitin 1972, Tim Shoq e pyete nëse dëshironte të bëhej drejtori i Kongresit Botëror për ungjillizimin në Lozan të Zvicrës. Ne e lam shkollën biblike në duart e japonezëve dhe në vitin 1973 u shpërngulëm në Lozan. A shkove tek ajo dreka sot? Shkova. Ishte mundësi e mirë për të njohur gra të tjera që flasin anglisht. Nuk janë të gjithat krishtera, apo jo? Ashtu është. Në fakt, një grua më tha se një ungjilltar në televizor kishte folur për mëkatin, edhe fëmia i saj kishte shpërthyer në lot. Kështu ajo e kishte fikur televizorin. Kam frikë nga reagimet që shumë njerëz mund të kenë. Ata nuk duan të dëgjojnë për mëkatin. Ajo më tha se programe të tilla
nuk duhet të transmetohen në televizor. Unë i fola për dhunën dhe skenat e tepruara erotike që ekranet televizive transmetojnë. I thash se duhet të jemi mirënjohës për ata predikues që na tregojnë se Perëndia ka një kur dhe kjo kur është Bibla. Mos më thuaj që u grindët pastaj. Përkundrazi. Ra një heshtje varri. Kam menduar të hap një klub për gratë e krishtera këtu. Këto gra kanë nevojë të dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Pasi klubi i grave të krishtera në Lozan po shkonte mirë, ne hapëm një tjetër në Gjenevë. Gjatë kësaj kohe punës së tim shoqi në Zvicër po i vinte fundi dhe klubet po ndiqnin rrjedhën e duhur. Më pas, Donit ju kërkua të drejtonte një qendër botërore ungjillizimi në Wheaton. Kështu ne u kthyem sërish në Japoni. Shitëm gjithçka që zotëronim dhe u shpërngulëm në Wheaton. Disa vite më pas, Doni donte të drejtonte një kish. Ndaj u shpërngulëm në Knoxville. I mat kishte vite që kishte vdekur, ndërsa nëna jetonte me ne. Më pas, Doni doli në pension. Në vitin 1990, Doni doli në pension dhe ne u shpërngulëm në Florida. Por të dy e kishim kohën e zënë duke folur në emër të Krishtit. Në vitin 1996, djali ynë i madh Donaldi shkoi në Filipine për biznesin e tij me kompjuter. Ai dhe presidenti i provincës veriore udhëtuan me një avion privat, i cili u zhduk. Duke qëndruar në pritje për të dëgjuar prej tyre, unë dhe Doni qëndruam pranë njëri tjetrit dhe ishim gjatë gjithë kohës të përlotur. Zot, ti e di se ku ndodhet avioni. Qëndro me djalin tonë dhe mos lejo që të endet maleve ose në xhungull duke vuajtur. Ti e do atë më shumë se ne, ndaj e vendosim në krahët e tu të dashur. Ti ke një plan të përsosur për jetën e ti. Ne kemi besim tek ti. Ditën tjetër, mësuam se avioni kishte rënë në oqean. Nuk u gjet asnjë gjurmë e avionit dhe trupave, por ne e dim se ai tani është me Perëndin. Zoti e ngushëlloi zemrën tonë, ashtu siç kishte bërë në shumë situata të tjera. Edhe ju që po dëgjoni këtë dëshmi, mos harroni që është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi. Ju nuk do të doni ta fillonit përjetësinë pa Krishtin, i cili pagoi për mëkatet tona, sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të. Besojini atij dhe keni për të parë sa i mirë është. Miqtë e mi, Perëndia ofron për secilin nga ju dhuratën e faljes dhe jetës së përjetshme. Do të largoheni nga kjo botë të ktheheni tek Perëndia i gjallë që ju do me të vërtet. Për të filluar një jetë të re me Krishtin, ju duhet vetëm të kërkoni atij t'ju falë dhe ta falenderoni për sakrificën e tij. Tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 5 dhe në vargun 24 thuhet: Ai që dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Ishte ky një nga premtimet e Jezusit. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë ose më na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programin me numër 312. Kjo ishte historia e vërtetë e Martha Hokut. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Por të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj, ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru të qofshim.